U ka lidhë Ilir Meta. Për dje për kur ishte ceremonia e varrimit. Bo, unë kam bërë një gabim kullatë të mëshme. Kam bërë një gabim të keq shumë. Si shkove në ngushëllim? Jo vetëm, unë nuk shkën asin ngushëllim, mo. Pas nuk, dhe nuk dhja sa uroja. Se ai nuk e dhja ka celular. Si more do uroja? Nuk dhja ta ngushëlloja, më falë. Se nga troma më burtani, se më bërë S'ka celular, se si lënë celular. Si lënë celular. Po pra, po kësi, kujt i the mund të roni vetë? Po i kështë thënë të diblushit. Mo... E mban komunikim. Ose gocave ose çunit. Unë jam, ti e di që unë jam, s'marrë vesh nga qokat fare. Ai s'merr vesh në vend të thush ngushëllim thuri. Jo, nga trova këtu të kërkojnë ndjes. Ua, e shikon ti? Ja çoj tani te diblushit thua? Po. Thuaj ma kujtoj kulla, thuaj. Po ç'a bëhet në skrapar tani? Vajtet e U bë varrimi më atje, jati kishte lënë që do varrosej atje në fshat, po, në Çepan edhe shkova atje. Po s'isha vetëm unë, kishte gjithë ata njerëz. Ishte plot, ishte Gazdemi, Nikol Lesi, kishte deputet, PD-s, LSI-s, gazetare, politikanë vjetër, lloj robi pash. Kryetari i bashkisë kësaj të Çorovodës, që është i PS-s Tiku. Kishte plot njerëz, kishte gati 2000 vetëm varrim atje, majt malit. Po, sa kaloje Poliçani në Çan, një varfërie të mërshme. Janë vete? Ndalova diku kur ika për të marrë kështu 2 byreke 2 kos, i thash ati çunit që kisha me 2 byreke 2 kos. Po çfarë bëhet se s'do rria aja drejt, do kthesha se ishte pritje italiane. Për 2 byreke 2 dhall. Dhall në fakt, jo kos. Po. Edhe tha ajo, tha, shqyqy që ndaluat, ta se 5.000 lekë xhiro kam bërë gjithë ditën e shkretë. Ajo gruaja ishte atje? Po ku ishte kjo pikë? Poliçani. Rrugët. Në qytet? Po, në qytet. Në qytet brenda? Po, s'kishte njerëz bosh. Për çem atje vajti dhe kjo baza e NATO-s. Ore shande në Kuçov, jo këte, sa kalon Beratin në këte. Sa kalon Beratin në këte ishte dramë. Po me se rojnë njerëzit më këto? Hajnë, emigracion, bujësi. Pra ju vjen ndonjë gjë? Po, hajnë, ngellet në një, po të më thëmë varfëri, dhe ki parasysh që ato janë zona tipikisht të majta, kanë votu gjithmonë PS. Kanë qenë gjithmonë, nuk di në kanë shku në i herë djathës apo jo po. Pra e shikon që njeriu nuk voton se s'ka buk të haj, voton për një emocion, voton sepse i pëlqen fytyra e tij. Nga halli nuk mund ti ka ta ndjesësh njerëzit në varfëri, burrë s'është merre madhe. Po mendon ata nuk është se ka qenë ndonjëherë më të pasur se kaq më valla, ata ka qenë më keq akoma, pra për ata. Burrë ke gabim tash. Jo? Ka pas shpresë burrë. Po kalamajt jashtë. Mos ka akoma të mendojmë që në fakt është më mirë të jetosh me shumë pak konsum, është jetë më cilësore, dhe me mirë se sa me shumë. Ke pasysh? Ora, unë i shkreti për mu shqyqyr Zotit, mi ka dhënë Zotit gjithë mirë dhe s'kam ato probleme, po gjuna njerëzit dhe se... Këtë jam duke të thëmë pra. Mos do shën ata kanë fatë që s'kanë shumë gjëra. Me thënë ti thu është fat i madh me jetu mirim. Në mirim jo, po të jetosh me pak. O, mi gjenë. Po që më pak saj, ku është 5.000 lekë dita? Se du të ha njeri u 3 në ditë për shumë, a ke menduar? Interesante kjo. Unë që kam ranga pesha, për shumë, kam pas regjim një vite, interesante kjo. Kështu që. Pra me hallet e varfëve përfunduam. Mund të haj 4 herë nga pak. 4 herë nga pak, thotë. Bo, Ledion, nënde ca ora dha, nuk e di pse fillon emisionin. Çka ka më burr? Ka reklama. Përshëndetje toksore, sa po keni mbritur në këtë pënjish që iku, ky emision që vezon e lirë dhe ju mund të diqni, është episodi 1092 sonte, 23 vite emision Zonë e Lirë, jemi në MCN Live, çdo të martë dhe të mërkur në orën 10 darkës dhe çdo të premte në orën 9 darkës. Të premte dhe zakonisht, ju jeni mësuar që të keni Lirë Kullën në studio. Ja ku është, Kulla mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Pa unë burko, pa transmisión, mos harroni të dërgoni pyetje për Kullën te ky QR kodi që shikoni këtu në ekran, ja ku është. Bëni një skanim me celularin tuaj, bëni një login dhe çoni pyetje për Kullën. Zonja Zotri, sonte është e premte, data është 5 qershor 2026, ora është 21:06. Plaset Fabula
e pa në ekran dhe që është dhe ngjarja e ditës dhe e javës. Kullat të gjithë janë të interesuar të dinë mendimin tënd dhe qëndrimin tënd lidhur me këtë protestë që po zhvillohet, sot është dita e 6 e protestës. Të lutem më thuaj, dy janë gjëra që dua të ndaj me ty në këtë pjesë parë të emisionit, do të jemi bashkë deri në orën 22. Gjysmorën e parë ose 20 minutat e para duat që të flas me ty rreth kësaj ngjarje, duhet të është ngjarje e pazakontë për Shqipërinë, nuk kemi parë ndonjëherë protestë të tillë. Prandaj dhe unë e kam pakzuar me emrin Revolucioni Flamingove, të cilat ndodhen në Zvërnec, në lagunën e Nartës, në Vlorë. Te manastiri, është një super manastiri. Bravo, te manastiri. Dy janë aspekte që më intereson mua dhe jam shumë kurioz të di kulla nga ty. E para pjesa e formës. Pra, si do duket ty kjo protest? Pse kjo është e veçantë? Pse s'ka ndodhur përpara? Pra, pse nuk mund ta krahasosh dot as me ashtu quhetën protesta e anëve kimike apo protestën e studentëve? Kjo është shumë më shumë ndryshe. Pse ka kaq shumë qytetarë të bukur në atë protestë, femra, goca, të reja, çuna të rinj. Më nisë një foto që parë ishte një gocë si kopje me gocën time, edhe ngjani kështu. 12 vjeç. Kujton mos ishte goca ime, jo, thashë. 12 vjeç. Pra ç'është kjo histori? Deri tani janë hedhur shumë hipoteza. Por kjo është pjesa tjetër e medaljes. Mua më duhet të di nga ty këtë një dhe e dyta, a mendon që kjo protestë do ketë një vazhdimsi? Ka një objektiv, thua ti, sot? Për herë të parë, po shifja në disa ekrane, se jo të gjitha japin, që ishte lidhur direkt me protestën në Tiranë, ishte protesta në Korçë, kishte shumë njerëz në Korçë, protestë në Elbasan dhe protestë në Berlin. Pra, Flamingo të gjithandej, edhe pse duhet thënë tani që është tejkaluar Flamingo kulla, tani thonë Rama Buk Berisha Buk, Rama Buk Berisha Buk, Rama Buk Berisha Buk, Rama Buk. Dhe kjo mbetet si refren. Tani para se të bëj analizën, po jepi. Unë do t'jap mendimin time që kam dëgjuar shumë që kjo është një operacion i organizuar nga duar të fsheta dhe duar sekrete, nga organizata sekrete, nga shërbimet sekrete. Sot Rama, në fakt që ndërpres, sot kryeministri Rama, se ku ishte vërdall? Në Tivat, në Malzi. Po, tha që ka elementi iranian brapa ta. Për fillim tha që janë grekët, tani unë mendoj që ka poliagent, dhe një poliagent shumë të rrezikshëm, që i përfshin dhe iranianët, dhe grekët, dhe serbët, dhe rusët, edhe një tjetër vend mik, kështu do me thënë. Që ai është? Prit. Ne kemi dhe sinkronë. Do ta themi dhe se si ka bërë veprimtarinë. Do me thënë, një poliagent që është vendosur këtu muaj përpara, i ka gjetur një që ka njohur në një koncert atë bodyguardit këtij të Noizit dhe i ka thënë që Elamet djali dhe i ka dhënë licencën për polici private. Pastaj duke ditur që do bëj ky investimi i dhëndrit dhe vajzës Trumpit në Vlorë, e ka çuar atje që të marrë security-n e vendit ku do bëj aty. Pastaj po ky poliagent ka sjell popullin atje të protestojë para një jave. Dhe i ka thënë këtyre që i ka quar, pra që i kështë polici private që i kështë rekrutuar, i ka thënë tash do t'i rrifni këta njerëz, do t'i merrni kështu zvarr, që të dalin media dhe të çohet popullin këmbë, që të kemi arsye pse të fillojmë revolucionin. Skenari. Po, ky është poliagenti super i rrezikshëm. Dhe unë i di dhe emrin. Nickname, emri në spionazh. Quhet Flamingo ça. Mos është ky këtu? Po. Kjo që është me mua? Po. Thënë kjo, për te kësaj kulla. Thënë kjo qanë. Tani më duhet analiza jote. Më kujtoj, këto 2-3 ditë se kam reflektu goxha, ti di që unë nuk jam njeri që dalë në protesta, se s'kam dalë kur, do më thëmë. Edhe në ato pak mitingje, ka qenë mitingjet kur kam kandidu vetë për deputet, ose kur ka qenë Fatosnano, se nuk... s'është në natyrën time. Kjo histori më kujtoj një histori të vitit 2012. Në datën 3 korrik të vitit 2012, unë gjendem, kësha ikur në datën 2 me avion të Alitalias nga Roma në Damask, gjendem për drejt me një mikun tim që ishte miki Bashar el-Asadit, lunin bashkë këshu
tenis, me origjinë shqiptare, i cili jeton sot në Francë, quhet Fawaz Esrep. Është Si quhet? Fawaz Esrep. Nga është ky? Është nga Damasku, origjinë shqiptare. Okej. Djali i tij është burri i motrës së Dodi Al-Fayed, ose vajzës së Muhamed Al-Fayedit. Ke parasysh ai Al-Fayedi famshëm që ishte në makinë me Lady Diana? Me Diana, po. Dhe unë bashkë me të ishim për drek me Asadin në rezidencën e ti atje. Dhe sa po këshim fillu të razirat, ishte si ne, do më thënë, unë se kësha parë kur sirin që dalin njerëzit hapur, që të bërtisnin kundër regjimit, kundër presidentit e tjere. Dhe mua bet më pyet mua, im thotë, si e mendon ti? Thash, unë mendoj, zoti president, që është duke ndryshu bota, mirë është, bëjtë sa ndryshime, t'ulesh, të flasësh me këta njerëz, se këta e njerëz të tu. Nuk i pëlqeu shumë ajo që i thash, sepse kishte ndodhur dhe Egjipti ndërkohë dhe Tunizia kishte ndodhur ato kishte një vit. Më tha, miku im tha, ke informacionet gabuara, tha. Këta tha i fut Turqia, tha. Dhe shumë shpejt tha, unë do mbaroj punë, tha, me këta për 1-2 javë, dhe kur të vish herës tjetër do ta shohësh që ka mbaruar punë. Nga ai moment kalon një 12 vjet dhe pastaj ti e di fundin se si shkoi Asadi. Jo, do ta thuash, sa mund ta di, po do ta thuash për aq se din. Pastaj Asadi herën e fundit pastaj para një viti iku u arratis dhe është në Moskë sot bashkë me gruan dhe me familjen, sepse nuk gjende më, sepse ata që kishte më afër, ata e braktisën. Ata e tradhtuan. Kështu që unë mendoj që është, sepse me që më pyete për protestën, nuk është e fshehur që ata janë njerëz civil, ata janë njerëz që vinë nga shtresa e mesme, nga shtresa që është goditur më shumë në gjithë këto vite, të cilët nuk kanë pasur mundësi të futen në jetën politike, sepse këta partiti kanë bërë batalione ushtrie, divizione ushtrie ose batalione ushtrie, i kanë repartet mbyllura. E peti që ndodhi me PD-n para një jave, votun Berishën në një garë kundër Saliut dhe nuk lejoj asnjë mendim ndryshe. Mirë që sikën Berisha, po sikën e ca tjerë aty që kanë qenë në 90-ën. Ke mos i përmend emrat se s'ka nevojë ti bëjmë faktor. Po kështu është edhe këtë tanë. Dhe ti ke skemën që ai bëri atë, edhe unë mbështes investimin, dhe mirë e bën sepse tek e fundit Partia e Djathtë është le ta mbështes, kupton? Dhe ky tjetri, po ashtu, partinë e ka kështu, domethënë, është aksioner unik, është president dhe CEO i partisë, edhe mirë e bën dhe ky sistem që këta kanë krijuar, nga 2008 e këte, ka bërë që këta njerëzit, që sot në fakt duhet ishin me opozitën këta, që ose do këshin një opozitë hapur, duhet shkonin të votonin opozitën, sa ata janë kundër qeverisë, këta njerëzit i ka ardhur majt hundës dhe thonë atë që ti përmende pak më parë me Tullëritur, me të bërtitur Rama-Burg, Berisha-Burg. Problemi është, problemi është se thash edhe diku tjetër çan, që shiko, derisa janë këta që vinë nga shkollat e Tiranës, nga rrugët, nga qendra e Tiranës, nga familjet e mesme, nga njerëzit e mirë, pra ta të civilizuarit, që s'kan edhe kaq shumë halle e jete, protesta do jetë e bukur. Por mund vi një moment çan që kësaj proteste i shtohen ata njerëzit e tortës së pavarësisë. Kujtohet ajo torta e famshme 2012. Po, një tortë e madhe që vute sheshi që u sulën ata njerëzit. Dhe që erdhën nga zonat e periferisë Tiranës, nga Paskuqani, nga Domja, nga Laknasi, nga Kamza, nga gjithë ato zona tjerë. Problemi është që sa të jenë këta që shef këtu, ta janë pjesa civile, këta e kanë me këngë, me muzikë, vishën bukur e tjerë, kanë shumë frymë e tjerë. Ti mendon që po të vinë ata, rrezikojnë vërtet rrezimin? Jo, po të vinë ata nuk tërhiqen më çan, sepse ata duket që janë tërhequr. E pasero konar janë tërhequr, ata të dhunshmi thotë. Jo, prit, po të vinë ata që vuajnë çan, që kjo është shtresa e mesme, akoma ka shumë probleme shtresa e mesme. Po ti nuk mendon që po të vinë ata do ikin këta? Jo. Do shtohet populli dhe pastaj frika që kam unë, edhe unë kam arsye të kem frikë, sepse kam një status. Po? Dhe mua më shkon status quo-ja. Unë dua që të vazhdoj status quo-ja e stabilitetit, e zhvillimit ekonomik e tjere, sepse unë personalisht kemi diskutuar, unë jam dhe pro projektit të Nartës dhe pro projektit të Sazanit. A pse ti e pro? Po, por duhet transparent, duhet respektimi ligjeve, duhet që të ketë bukë për gjithë, po s'ketë vetëm për dy palë. Kupton? Duhet hapur loja, si që bëhen projekte zhvilluese në gjithë botën, se nuk ka, me që përmendi kryeministri atë projektin e zhvillues të Tivatit, le të pyes pak kryeministri sa kompani kanë punuar atje, se unë e njoh mirë atë projekt në Porto Montenegro.
Dhe këtu problemi është që... Opa, e morë vesh lajmin? Jo. Lajmi fundit, pim, pim, bum, lajmi fundit, zëna zotërin, lajmi fundit. Surprizë në protestën qytetare, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, shfaqet mes protestusëve, kemi dhe foton. Se shpejti ledhjo nxjerrë në ekran. Dhe ky agenti i rrezikshëm i Iranit do jetë. Doli dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë në protestë, ja, ka dalë këtu me mund të shkurtra dhe është bashkuar këtu po ecën dhe po shikon protestën, sepse në këtë moment i po flasim ne, protesta vazhdon atje në bulevard. A për shembull këtu nuk e prisjon. Ka poliagent, ta thash unë që ka poliagent. Ore mos e bëjnë ta grekët e poshtër Mortikulla. Po edhe ata poliagent janë të poshtë shumë. Nuk janë ata thua? Se ata duan të pushtojnë, ata duan të marrin. Ata duan të marrin zvërnecin, i marrën të gjitha këto. Shumë të rrezikshëm. Kam seriozisht. Ta thash për kush është poliagenti, si e ka ndërtuar gjithë skemën, si e ka bërë. Ja ku emrin poliagenti ka Flamingo, kështu që operacioni Flamingo vazhdon. Edhe kjo është... është kalimtar apo është mesazh i koduar kjo e Gonzatos thua ti? Jo, kjo është automatike do përfundoj kështu. Dhe ti do shohësh ditët e ardhshme nuk do jetë vetëm Gonzato, do shkojnë edhe të tjerë. Do t'i vinë mesazhe nga jashtë, do t'i thonë ulë. Ka gringot, pse s'ndjen okulla? Nga dalë. Ti mendon që kjo gjëja është pasi është bërë dhe është forcuar, ke parë një mesazh kundër protestës nga ambasada amerikane? S'ka si të ketë, se ata janë shumë qytetarë që kanë dalë atje. Pra tash. Çështja është çfarë do bëj klasa politike. Klasa politike duhet ta kuptojë që ky është mesazh për klasën politike. Ne kemi sot kryetarin e opozitës të akuzuar se me ligjet të shtetit, pra me fuqitë të zyrës tij në kohën që ishte kryeminist, ka bërë të mundshëm një investim në cilin ka përfituar ai dhe familja e vet. Kjo është akuza ndaj Sali Berishës në SPAK, apo jo? Në rastin e zvërnecit, nuk është se ndryshon shumë gjëja. Pra, ke bërë një seri ndryshimesh ligjore që ka të bëjë me mjedisin, ka të bëjë me territorin. Ndryshoi ato në 2024 në Zori, si janë më zonat mbrojtura, siç ishin e kështu. Për të realizuar një projekt. Ja ku është Gonzato. Po, ndërkohë që s'ke asnjë proces transparent. Bisedoja dje me një mikun tënd dhe mikun tim që është biznesmen turizmi, shumë i suksesshëm, e kemi mikë përbashkët dhe e duam fort të dy, i cili po më thoshte, po ti ç'mendon për këtë punë? Pastaj më tha, dhe ti je komunist? O ti zotni thashun. Mendon ti se unë mund të jem komunist? Tashi, po se je që ti je që ndërtohet aty te laguna. Çështja atje s'do ndërtuar asgjë më po pikërisht pra, po çështja maksimumi sa shtëpi druri më. Çështja Arian, që gjithë kjo gjë, nëse bëhet pa transparencë, po këtu prapë njerëzit nuk e se dolën për ata që janë aty, nuk kanë dalë për flamingot, çan. Ata kanë dalë për hallet e dim janë shumë. Për tatimet, për policinë, për spitalet. E morë vesh që ndrurën prapë drejtorin e spitalit. Unë i tjetër. Për 9 muaj kanë ndrurë 3 drejtorë spitalit tjerë. Po pse i ndrojnë më kulla? Pa ha, pra. Ha. Kupton ti? Se më ky është vend në vitin e i stabilizuar, ka pastaj burokraci, çfarë do ndrojnë? Në vitin e 15 pushtetit. Do me thënë, çështja është që aty janë mbledhur të gjithë ata që kanë hallet e veta dhe do vinte një moment çan që do ta derte ajo pika të godën, po thashë themi më i bukur që kam dëgjuar, më krye thashë themi. Dhe pas ka shiu protesta, ha kulla? Po shikon, kam qenë duke u marrë me tjera gjëra. E bukur është, edhe pse ka shumë kakofoni, nuk kuptohet mirë se për çfarë janë atje. Do ketur do bashkangjiten ata gjithë, ca dalin edhe për gallat se s'kan ç'a bëjnë. Po ky po kur ka shumë elemente që nuk rinë me njëra tjetrën, më kupton? Po prandaj është protestë qytetare, o çan, nuk është protestë politike. A ditë se Sali Berisha çdo të anë si ti? Fatkeqësisht, unë nuk do doja të ndërpritje kjo, do doja të bëj më e madhe. Po fatkeqësisht, nëse s'ka vërtet një organizator nga mbrapa, në kuptimin e mirë të fjalës ore. A rrezikon të shuhet, kjo është pyetja ime. Shiko, unë do doja të shuhesh, sa të bukur janë këta më. Këtë protestar janë, nëse vazhdon kështu, do vazhdoj të ndez dhe të ndez gjithmonë më shumë binomi Rama Berisha. Pa e mund që pëtë. Ata njerëzit aty janë duke folur secili për nga i problem. Dhe problemi është se Rama e di që është ashtu. Kur ka qenë Rama në opoziti, kam thënë një herë unë, bëhet fjalë tu e 13-14 vjetë për para, kam thënë halli jot i madh është që do duhet mbash me bukë shumë budallënj edhe shumë mashtrus, cilët ai një pjesë atyre i ka rrotull sot, dhe cilët i thonë atij atë që ai do të dëgjojë. Dhe më kujtonin disa muhabete në kohë me Fatosnanon, po edhe me Ilir Metën, që besoj që na sheh nga aty, që ishin një seri njerëzish. Zoti Meta, nëse na shikon nga burgu, të rkojnë ndjes, sepse duhet të shohja një mesazh ngushëllimi për babain që humbi jetën. Ngushëllimet e mia Ilir, dhe të roni vet.
Bre, mi që ma kujtove kulla, po. Dhe janë po ata njerëz cilët të thonë ty atë që ti do të dëgjosh. Ndërkohë që unë mendoj që do t'ishte shumë më civile. Pra, po t'isha unë, do t'a lija atë arrogancën me njanë, se këtu nuk është problem që është mbreti arrogant. Ne jemi mësuar në shqiptarët kemi mbretin arrogant. Edhe sot ishte pra, dëgjove si fliste sot, tani në fund, tani. Tu nuk është problemi që është ai arrogant që. Tu problemi është që gjithë qellarët poshtë mbretit, sillen si mbreti me të njëjtën arrogancë. Atëre, për çfarë duhet këtë frikë? Dhe këta njerëz Tipi nga këto protesta. Dhe këta, po, sepse këtyre i ka dalë frika dhe këta nuk shkojnë më në shtëpi. Prandaj unë po them këtu dikush. Por të darim, nuk e dëmtojnë. Shkorian, ti ke harruar. Do ta bëjmë dialog bashkë? Po dialog po. Makroni sa herë gjatë atyre viteve. Ti ke harruar. Pritani. Ne nuk kemi. Jo, një sekondë, më muhabet. Ne nuk kemi francez. A mund ta bëjmë dialog? Po patjetër. Se kam shumë qejf, më bindesh. Patjetër. Makronin, dhe ti e di që janë francezët. Po. Se mos francezët dhe grekët që ku ngrihen thyen dynjan apo. Dhe shumë. Nuk e tha dorëheqje, nuk e jep dorëheqjen, valla. Kërkuan dorëheqje pafundë për atë, ka vaj popularitetin në fund këmbëve. Fare. Po pse po të kërkoj dorëheqje të Ramos, mos kërkova dorëheqje të Ramos. Jo ti morë kërkojnë ata. Unë them pse duhet i iki ky molla? Prit ngadalë se unë. Si e rrezikojnë këta këtë, sepse këtu ka vetëm një mënyrë si ikin kryeministrat e Shqipërisë, ti e di shumë mirë. Po janë. Ha, si ikin? Po janë, po ki para. Do të shkoj dikush në zyrë, po. Siç i shkuan dhe aty miku ton Nanës dhe miku ton Berishës, një moment saktuar. Dhe i thon, zotëri, hap pak krahun tani mjaft. Arjan. Vetëm kështu ikin këta. Nuk ikin se dalin njerëz qytetarë të bukur atje. Arjan. Më fal. Dhe ti këtë e di shumë mirë. Ti e dëgjove çfarë? Do flasim me këmbë tok? Po. Apo do bëjmë lolloloko? Jo, po ti e dëgjove çfarë thash? Jo, se dëgjova. Tash këta janë ata të mirët. Janë ata me të cilët do të dialogosh. Se ti mendoj të dalë dhe populli i varfër. Kur të vinë ata të tjerët, pastaj me ata s'ka më dialog çan. Ky është problemi. Dhe unë mendoj që për sa kohë mund të ulesh e të bisedosh me palët, duhet të ulesh e të bisedosh me palët, se janë qytetarët e tu. Ore zotëria i ka ftuar, këta nuk shkojnë pra. Jo, ngadalë, ai nuk i ka ftuar. Ka thënë pra të zgjeni përfaqësi dhe hajde. Unë e dëgjova, nuk dialogoj unë tha, ata janë 5.000, tha 50.000, tha, po t'jene 500.000, tha unë tha përfaqësoj 800.000. Kjo është ftesë për dialog, kjo është ftesë për luftë. Ai deri tani po i provokon, më kjo është e vërtetë. Tash më fal, e tha sot, e tha publikisht. E di më. Po, kështu që çfarë them unë? Ti thua e ka ftu, kur e ka ftu? Ka ftu. Po s'ka si fton ai, se është pala tjetër. Po si ka ftu? Ai do të identifikoj kush janë organizatorët pra. Po s'ka. Po që ai duket një nga organizatorë, është një meqeleshë. Ç'është një djalë meqeleshë? Nuk e di kush se sinjo, nuk ka sinjo as i di kush janë. Po le di, ma nxirr edhe foton e atij djalit meqeleshëm. Ai duket si organizator. Edhe as i di kush janë. Po që është i Cezangurit ai. Ka 12 vjet që është aktivist. Unë as i njoh dhe as i di kush janë. Një gjë ambientalist shumë. Një gjë është e qartë, që aty ka kaq shumë njerëz çan. Gjysma e tyre kanë votuar për zgjedhjet e fundit. Duke që janë votues majtas ata po. Gjysma e tyre kanë votuar për zgjedhjet e fundit si hap më kush telefonin. A janë nga këta të zhgënjyri thua ti? Po sigurisht më janë nga ata që kur kanë hall duan të ashtu si hap më kush telefonin. Po se më ata hallet nga shteti presin, nga qeveria presin të zgjidhin. Se ku do zgjidhin njerëzit hallet çan? O kulla, po më tani jemi në një sistem që duhet të luftojnë shi vetë. Po ku do zgjidhin hallet të njerëzit tash? Kur ata qeverisë kërkojnë ujin dhe dritat që mungojnë. Spitalin. Ore tash kur atë shkoi merr zvarr, se do të them çfarë thashë themi dëgjova sot. Kur atë shkoi merr zvarr, bodyguardi i Nojzit, imagjino tjerë ç'a mund bëjnë. Prandaj ndodhi. Ishte vërtet i këtij. Po ish bodyguardi i Nojzit, po. Ish. Po aty me atë ka punu. Tani vim tek thashë themi i fundit. Thot dikush sot më kanë thënë tha muhabeti sigurt tha që këtë tha e organizon tha Erion Velia me Soros. Thashëm po t'ishte ka që fort Erion Velia nxirrte veten nga burgu. Po e kupton ti sa out janë këta? Do më thënë, Irani, Kina, Rusia, Greqia, Velia, Sorosi. Ka ca gjëra më të thjeshta, në cilat ata që ke vënë për detyra në për punë, duhet bëjnë punë të tyre. Dhe nuk mund të pasqyrojnë ata më arrogancë se ti të njerëzit poshtë. Se ndodhë si që ndodhi pardjeqi, nxorri policinë atje me këshu, me gaz lotësjellës edhe me këshu që i lagnin... Me ujë me piper. Me ujë me piper që i lagnin fëmijët atje. Kishte edhe kalamajt veqët bebe. Edhe i vunë për para ata dhe ikën policët me vrap. Mos i përplas policët, se policët shkret janë hallegji. Po ullu dhe dëgjoj njëherë njerëzit, se ndoshta për ato gjëra që thonë, s'po them për këtë Flamingo. Po ndoshta për ato gjërat e tjera kanë drejt. Pa ullu dëgjoj njëherë, se ndoshta kanë dhe drejt. Jo, unë them që ajo që të ti, ndoshta ajo për të Flamingo, për mua ajo është, se thuash, në që se ka një gjë realisht, kullas, unë e njoft tipin, që e trëmb realisht, që ose ai është i trëmbur, ose ai mund mos jetë dhe fare, ore.
Është ky vlla, kulla. Kjo e Trump. Ky e Trump. Po pra se është agent sekret, pra. Fytyra e këtij e Trump. Se është agent sekret. Jo, sepse është më i bukur se pikturat e tij. Po pra se është agent sekret. Jo, se është më i bukur dhe është i gjallë se sa pikturat që bën ai. Se është agent sekret. Shive si e ka fytyrën, shive. Po pra është agent super sekret. Dhe... Kulla, bëjmë xhiro? Po më. Ku është kështë, Qileku apo atje të furnizojmë makinën me karburant? Do të ikim të Dorelani apo të vemi të furnizohemi? Ku ke qef? Po furnizohemi se kemi rrugë gjatë. Furnizohemi, dakor. Se ki parasysh një gjë që ndërkohë që flasim, nafta dhe benzina në Shqipëri kanë qenë gjithë të kohë, kanë qenë një 20-30 cent më shumë se në Itali, ku, po? Qartë. Pastaj pyesim se dalin ata në shesh. Nëse, pra, mua më duket rakursi kjo, thonë francezët. Rakursi, di zhëve thënë? Më duket se po i bien pak shkurt, ne. Në kuptimin, nuk po e kapim gjithë lojën. Se unë për shumë bukulla, para si këtë furnizojmë, se bëthet dhe rabit qek motori, unë për shumë po i thoshja sot një njeri u tim, që ishte në protest dhe e gjëshu. I thoshja, ore, shumë rastësi, nuk janë rastësi, vla. Cila është rastësi që? Ja, për shumë kotë, me edhin mëndje sot, se nga që s'kemi një përgjigje. Cila është rastësi që... Dale, do më lësh tani, lere, ajo është arogancë e hapur fare mu. Ajo është të smerova, ajo është në veri, po dëgjon. Si ka mundësi për shumë, kotë po pyes. Dhe unë do doja të ishte këshu, realisht nuk se jam kundër oret, kuptojemi. Unë e me flamingot. Me flamingot aman, kujdes. Ati e vla, para pak ditësh, se të thonë dhe protesta, u shfaqe protest tjetër goxha interesante në Maqedoninë e Veriut. Studentët shqiptarë që dinin për gjuhën. Pri sekond. Dhe ti, si njeri që merresh me geopolitik... Unë e di edhe kush organizoi protestën në Maqedoninë e Veriut, po nëse. Rregull, pra. Tani unë po them, janë rastësi këto të dyja, sepse këtu flamuri shqiptar po ta vësh reti, pra këtu ka më shumë flamur shqiptar dhe autoktonus, edhe dje edhe sot dhe pardje, dhe po ta vësh re atje flitet Shqipëria jo nuk shitet vendi i mbar Shqipëria, mbar shqiptarë. Po sa do të dëgjosh kështu zi? Ore, unë po të them, unë pyete unë jam... Se populizm është kështu? Unë jam naiv, mo. Po more ke drejt, populizm, po diti pse erdhi populizmi, se ne këshim partisë të forta dikur qanë, votohej, kështë partia socialiste. Ne këshim sistem elektoral në cilin ti nuk i jepje kur një partije vetëm pas koalicione. Në 2008 këta dy... Por edhe një elementi nacionalist tu. Dhe populizmin, nacionalizmi është populizm, populizmin, politikën në rrugë, nuk e kam nxjerr asun as ti. E kanë nxjerr Edi Rama dhe Sali Berisha. Dhe tani që e nxorën në rrugë, ha burra ta fusin prapë në zyre, fusin do të më. Dhe unë ta kam thënë që këtu tek ne, kur të plasi, ne kemi bërë shpesh debat privatisht për këtë gjë. Kam thënë ne jemi të ngjashëm me popujt arab. Ne kur të plase djegim. Nuk kemi me popujt europian që ne jemi të ngjashëm me ata. Dhe këtu problemi ku është? Që populizmin nuk e sollëm asun as ti. Këta e sollën. Ai janë kohë sot për rrjetet sociale. Ka drejt se ky është populli i TikTokut. Ka shumë drejt, ashtu është, siç thot ai. Po ama popullin e TikTokut, mesazhet që mos votohet më në parti dhe ky flet vetëm me popullin me Instagram, me TikTok e me rrjetet sociale, ky dhe ai tjetri. Kush i bëri? Unë aty apo i bën ata? Tani thjesht është një shumicë e cila është aty, e cila s'do me pa me sy. As këtë as atë. Nuk është shumicë. Dhe hajde t'i fusim në përshpjellje. Po të ishim më shumë? Prit, e dikush ishte shumicë, e dikush ishte shumicë. Flasim pak për lokacionin. Në Itali çan, kur erdhi kjo stin, Italia ka klasë politike të jashtëzakonshme, kishte 50 vjet klasë politike. Kishte vini nga shkolla e demokracisë kristiane, kishte politikan të rëndësishëm shumë, ishte kohë e Berlusconit kur ashtu dhe e Renzit. Kur erdhën këta, ata që morën pushtetin në çan? 2.3. Po. Ata që morën pushtetin, ai që mori pushtetin, ishte ai që shiste sanduiç të stadiumi Napolit. Dhe futu bë zëvendës kryeministri i parë. E harrove? Di Maio. Edhe një dështim i madh doli. Po sigurisht më kështu ishin e tjerët, se çka kujton ti do dalin. Këta dështim do dalin. Por po vazhdove kështu. Apo ti thua nuk ka rëndësi, mjafton që uji të thjellohet. Nuk jam tifoz me ta, unë po ta them, interesat e mia janë që të ketë stabilokraci, interesat e mia personale. Unë personalisht më pëlqen projekti i Durrësit, më pëlqen projekti si Michel Houellebecq i Sazanit, më pëlqen. Problemi është se klasa politike duhet kuptoj që do hanë gjithë. Duhet transparencë, duhet andazhën. Qofse ti vazhdon sillesh me arrogancë, ata që ke poshtë, ku e di kush është? Mund të jetë deliranti radhës, ku di unë? Jo, nuk e quaj delirant asgjë më. Unë kam parë nga dita 1 deri ditën 6. Mund të jetë ky se di. Sot për shkak këtij për shkak i lejo të flasni më shumë nga të tjerët, ose të tjerët e kanë më shumë me minutar, 2 minuta. Dhe pa fjalë merret mikrofoni, ja bëjnë zbrit. Ky sot ka folur rreth çelëkore për shkak. Që dëgjova tani para se të vijë. Ky mund të jetë ndoshta një nga liderët e tashmë. Ky.
Po ky ndoshta ku diun. Thash ai që shiste sanduiç Napoli. Dhe e bukur është i pari. pamja e tij, pa dashur të paragjykojmë, nuk shkon fare me ata që janë atje në protestë. Po mos u bëj pramerak se ky do thrasi ata që po themun të Bregut Lumit, të Paskuqanit, të Kamzës, ata se këta janë populli i Shqipërisë. Unë nuk kuptoj një gjë pra. Unë këtë, ja për shembull, këtu kulla unë, sepse unë jam dhe çik, ja dhe shumë si anës formës. Po sigurisht. Për shembull, unë kur shoh për shembull këtë djalin, që mund të jetë djalë shumë i mirë, se njoh fare kush është. Thonë që ka qenë aktivist dhe shumë afër Sazangurit. Prandaj dhe ky Rama në fillim fare ditën e dytë. E për çfarë tha? Se mbaj më se kam pas punë valla. Sazo Gura tha, Sazo Gurua dhe i ra dhe Arlindit. Arlindi do vi pas pak këtu. Po. Edhe ai duke quajtur Arlind Qori, ai quajti Arlind Drit Gjati. Po. Me këta të dy u mor fillim. Po. Me s'duket ai kishte informacion që tani. Ore do futen lloj aty. Jo mua. Jo lloj aty. Ti do shohësh Ky nuk është aty, ky nuk është në tum, ky është mbi furgon valla. Ky është flet mbi atë tribunën. Unë kam pa njerëz që punojnë në administratë shtetërore aty në protestë. Që njohun. Po pse i përfaqëson ky pra? Ore, ky është një nga unë se njoh kush është, ti po më kërkon. Se e njoh fund thoti? Po atëherë çka ka? Një nga ata që do përfaqësoj, se kështu do dalin kur bëhen lëvizjet populiste. Pse janë të rrezikshme lëvizjet populiste? Se lëvizjet populiste. Jo, çfarë do dali ky vlla? Unë po ta them që tani. Mund dali ky e një 40 tjerë valla. Si ky? Po kujt unë, edhe mund të jenë edhe më keq se ky. Jo, po prit sekond, atëherë unë e vën dyshim pastaj. Ore, demokracia në Siri, demokracia në Siri, ajo pra e popullit të rrugës, ajo që po them unë, rreziku i populizmit, solli dhe bëri president atë që ishte në krye të listës zezë amerikane për terrorizëm, është presidenti i Sirisë ai sot. Edhe e pret gjithë perëndimin. Al-Xhalani, si e ka ai? Ish ka Al-Shara, domethënë. Al-Shara, po. Ish Al-Xholani, domethënë. I Al-Qaedas. Dhe nëse ne do vazhdojmë me këtë sjellje, pra duke ignoruar këta dhe të bëjmë sikur se ekzistojnë. Unë kam dëgjuar aty parrulla pro Izraelit, parrulla kundër Izraelit, parrulla pro LGBT-s, parrulla kundër LGBT-s, parrulla kundër Greqisë, parrulla pro Greqisë, parrulla pro Çamërisë, parrulla pro bashkimit kombëtar. Çfarë s'kam dëgju? Dhe shoh që s'ka një mendim politik aty. Aty është tipik kaosi populist me inat për shkak të faktit se gjithë ta njerëz ka shumë vite që janë anashkaluar. Kjo është analiza jote. Arroganca. Po sigurisht. Dhe nëse këta do vazhdojnë ta ushqejnë me arrogancë, ti do shohësh që ajo do vinë momente do dalë jashtë kontrollit. Gjë që unë s'dua kurrë, pse? Sepse unë dua stabilitet. Ti do Ramën në krye apo? Unë dua stabilitet, dua sistem politik stabil. Por sot ai që është në krye të punës, sepse ai është në krye të punës, nuk jam unë, si as ti, ai vazhdon dhe thotë që mua s'ma ndjen për ta, le të bëjnë çfarë duan dhe do shkojnë për plasje. Kjo është ajo gjë që s'më pëlqen mua dhe këtu qëndron problemi, sepse këta njerëz në rrugë i kanë nxjerrë kjo lloj logjike. 2.4. Pse s'më bin dot më valla? Pse duhet bin ty? Unë kam mendimin tim, ti ke tani. Po, më mirë. Sa unë të quaj interlokutor në kuptimin, quaj. Mbushem një herë mbas e bindesh? Po jemi të hedhim pak benzinë të mirë le ti? Po. Dhe ju e dini zonë zotin se ku është benzinë e mirë, vetëm një stacion, një karburant ka benzinë të pastër dhe pa hile. Quhet SP Oil. Ja. Fiksoni këtë logo, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj, se shkatruat makinën e shkret. Kina është si njeriu, vaja çfarë ushqimi jep. Dakor. Vetëm te SP Oil është gjithandej nëpër Tiranë, mjafton të fiksosh logon, ka në ngjyrën e flamurit, shqiptar. SP Oil. Dakor, me kast do ikim, do bëjmë një xhiro. Ku do ikim? Do vëmë të furnizohemi. Okej, ku? Te SP Oil. Performance motori, merr frymë motori, makina është një perl. Okej, është the fuel of champions. Bravo Said. I papar. Kulla. Ole miqtë e mi, shiko sa janë. Flamingo. Ama bube i rambur, kjo të mbetet, kulla? Të mbetet protest. Ky është problemi, është... Ishte interesante sot shikoja në një ekran, po që gjuna që s'janë shumë ekrane që e bëjnë këtë gjë, sa gjuna. Si bleu kjo ekrane, si për qau gjuna. Po s'ka më, janë rrjetet sociale, nuk duhen ekranit. Ky është edhe dështimi i televizioneve, çam vjen keq, po ky është edhe dështimi. Jo, mirë janë dakord me ty, po ka një brez për shembull, njerëzish që kanë akoma qef televizorin. Po dakord, po ky është problemi i televizioneve vëlla. E shifja sot, vlla, ishte ndar ekranin 4. Televizionet do Iran, më fal, Elbasan, Korç, ku ishte tjetër në Münih, në Gjermani, e kupton? Korç njerë ishin pafund kulla.
ose ashtu më duk mua, po ishin shumë. Edhe atje, e njëjti, se thuash, e njëjta siluet njerëzish, e njëjti identikit. Dëgjorja. Shumë qytetar, shumë goca, shumë... Dëgjorja, kur filloi kjo lëvizja populiste në Itali me 5 Stelle dhe me Ligën, Berlusconi ishte kryeministër, ishte pronari i televizioneve private, gjithë grupit vetë më të madh, edhe ishte, edhe nëse të kujtohet ty, ishte edhe kryeministri që kontrollonte RAI nëpërmjet parlamentit e tjerë. Pra kishte gjithë sistemin televiziv, digital, talkshow e tjerë të Italisë e kishte në dispozicion. E megjithatë, 5 Stelle nëpërmjet rrjeteve sociale arriti të bëjë partia e parë ndërkohë që ai ishte kryeministër dhe ai shkatroi. Tjetër muhabet që ata skuptonin gjë nga politika dhe donin shpejt në opozitë, kupton? Po të them se si u bët tash rrjetet sociale na kanë bërë edhe ne, edhe ty dhe unë që kemi një jetë që njohim media në televizorën e tjerë, që edhe ne ta kemi mendjen te rrjetet sociale. Unë nuk kam kanal TikTok. Por më dalin përpara, s'kam ç'i bëj. Një miku jonë që thot fala kullës se është gjigant, po e thot me dialektin e diti, thot Arian Djalit, të fala Ilir Kullës, gigantit, dhe e thuaj Kullës, të gjitha agentët grek këtu janë, edhe qesh, këtu janë, kemi zili për turizmin tuaj. Kush është agentët, kush është? Se është grek, që jeton ka 30 vite në Shqipëri. Pano. Bravo. Pano. O Panajotis o Ozelis, jasu Panajoti. I lezetshëm Pano, ej. Pano është burr i mirë shumë dhe shumë i zgjuar. Dëgjoj. Kam një histori me Pano, po nuk mund ta them dot se është banale këtu për këtë punën e patriotizmit të qartur, domethënë. Se i them unë, ishte një shoku jam politikan, domethënë, ishte grupi Nanos atëherë, që vinte dhe Pano, edhe i thoja unë, ai ishte çam edhe mbante anën e çamërisë, Pano grek. Edhe i thoja Panos unë, po ti si shkon me të? Po mirë të shkoj, thoshte, se jemi kushinj, si kushinj, i thoja unë. Je edhe ti çam? Jo, unë s'jam çam, unë jam grek. Po ju shqiptarët, a thoni grek më. Po, edhe a thoni edhe çam më. Çaj bie, kushinj bie. Me ironi e kalonte, domethënë për të ashtu. Ki parasysh që njerëzit e thjesht poshtë. Çamëria është e përfaqësuar në të proteste, ka vërtet? Sigurisht, po është popullsi e madhe. Është e shpërndarë gjithë Shqipërinë. Po jam për shembull, një pyetje që më lind aty shumë. Po. Duke parë kryeministri, dakord? Duke parë për shembull gjithë të se thuash gjithë të projektim të flamurëve dhe të pankartave që se thuash thon çamëria është Shqipëri, çamëria është Shqipëri. Rama bu, Berisha bu, Rama bu. E bësh shërbimi grek që tregoj që ka nacionalizëm. Jo, për shembull këtë, se unë për shembull po të isha kryeministër në vend të këtij, duke qenë se ky është tip patrioti vetë, ke parë se ç'bën ky për Shqipërinë, Rama, për flamurin shqiptar. Ky është gjë e parë do të bëj ky. Për shembull është thotë, ore të mendoj, thotë, unë do jem deri 2045 më shumë në pushtet, aq sa të kem jetë, dakor? Dakor, në turizmi ha lek, po le të marr ca miliarda vëlla, qoftë nga jashtë, e të bëj një ushtri, të vetë ta marr çamërinë më burr. O t'ja u jap këtyre njerëzve burr që e kërkojnë. Jap shumë tani mund gjet mishin mua shumë. Seriozisht, ato ta bëje ti këtë gjë, apo shikoj popullin tënd, duam çamërinë, duam. Pse se bën më këto? Po mendoja prit tani se. Ma thuaj. Ti mos e ke pas gjë ato bjemi me M, jo me N, e ke ndryshuar rrugën? Jo, me N e kam. Po kam frikë se ke pas me M. Jo. Se nga mashkullore ti, çami do. Po më tani po ti isha çam ti kujton se nuk do ja thoshja. Po diun që ti do e thoje, po thash mos ke qenë të kaluarën edhe. Unë kam shumë miq çamësh, e vërtet. Llahtar. Po. Ata janë tregtarë të paparë çamët, janë brillant. Numër 1. Po peshkatarë të mëdhenj, e di? Po e di. Nuk kanë si ata. Në historinë e shqiptarëve vetëm çamët dhe ulçinakët kanë qenë peshkatar. Po pra, tani prandaj po të pyes. Një kryeminist në një vend kur shkon që ka gjithë të sentiment më burr. Por gjë e parë do të mendojmë më valla. Është si të marr pronat e këtyre njerëzve më valla. O me negociata, ti detyroj grekët, nuk i se si ta bëj, o me luftë valla. Ore kulla. Se kjo punë, kjo është hipokrizi më valla. Këtë do të çojë të negocioj Fred Beleri? Por këtë do të çojmë Fred Belerin, Ilir Kullën, mua nuk ka rëndësi më valla të bëj diçka më burr. More kulla dëgjoj, njeriu për çfarë jeton më valla? Jeton për një ëndër apo jo? Jeton për një kaos drejt të hajse. Nuk jeton njerëz për të ngrënë dhe për të pirë, por edhe për të dhjerë në tualet. A je dakord me mua më valla? Jo më jam fali sekondë, nuk është vulgare kjo, futa në kontekst. Pra, përdesë jetojmë për këtë. Ç'është ky kryeminist më valla që nuk e ka këtë gjë? Se kjo do ngritë turmat, do ngritë shqiptarët përpjet valla. Ku di ti ndoshta ja futen kokë tash, mundo. Unë prandaj e bëj, se më vajti koktej. I them zotëri, bëu i fortë më burr, se vetëm raporti i forcave ekziston.
Nuk ekziston i miri i keqi. Është i forti i dobti. A je dakord me mua, Akulla, se ti këtë po më thua gjeopolitik. Ti ma ke mësuar. Po pra, po prandaj tashi kanë ndryshuar situata, se ata që kanë dalë aty në shesh nuk kanë frikë. Ha? E po tregojnë forcë. Po ti marri të çoj ushtar, pra. Po pra, këtë po them do. Je dakord me mua? Po të qiroj Çamrin edhe ato territoret. Tani Kulla ma thuaj sinqerisht valla. Ti, se ti zakonisht unë nuk të shtyj dhe nuk të provokoj të bësh parashikime, sepse s'duhet të vënë se janë sigurisht që asnjë nga ne nuk është profet, ë. Po ti si e parashikon realisht për shkakun këtë protestë e cila duket që nuk është thjesht, nuk kanë bet në Tiranë tani po përhapet. Dëgjova një E parashikon që do ketë vazhdimsi, do ketë një objektiv, pra do arrit diçka apo jo? Dëgjova një njerëz që nuk është shumë larg kryeministrit, i cili Ua 2.1 çuditëra. i cili thoshte Nuk kuptohet. i cili thoshte që po ja do filloj botrori, këta njerëz do largohen, do ngrohet koha, do filloj turizmi etj etj. Do vlloj vapa më e madhe. Edhe do ashtu dhe pra këtu kemi dy element. Një, vazhdon arroganca e të quajturit asgjë, që për mendimin tim është gabim, dhe dy, vazhdon në vlerësimi. Kështu që nëse vazhdon kështu, do vi një moment, unë uroj të mos vi, por do vi një moment që gjëja do dalë jashtë kontrollit. Pra ti parashikon që do dalë jashtë kontrollit. Nëse vazhdon kështu, unë po Ç'të bëj ky më tani? Ore dëgjoj. po tisha, Po ç'a do bëje po të ishte këtë? Unë po- Thoshe unë po iki? jo, Po ç'a? unë siki, por ato probleme që po ngrinë ata do t'i radhisja, do siç bënej, se ai e qan populizmin. Problemi është se këta e më populistë ai. Dhe ka dalë jashtë kontrollit. Dhe do filloja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 probleme që ngrinë atje, do filloja të zgjidhja, do thoja kjo u zgjidh, kjo u zgjidh, kjo u zgjidh, kjo u zgjidh. Pse më aq kollaj këtë Ta- zgjidhur? Po tash ai ka marrë njerëzit nga rruga si njëve vetë, i ka bë ministra dhe si di Ore emrat, Kulla, po i merr pronat, njerëzit. ore Kulla, po pronat në këtë vend O çam. kanë 30 vjet, ti mendoj do zgjidhë ky për 6 Po muaj. them s'është punë prone, se s'është punë prone. A nuk është as punë pronash kjo? O çan, Më fal, kjo s'është punë pronash. Kjo është punë sistemi politik, o çan. Prandaj tash është sistemi politik. Pra nuk ka kërkesa ekonomike thotë, ujë, Por është drita. punë sistemi politik, o çan. Puna e vendimarrjes dhe puna se si do ndryshoj sistemi. Çfarë të bëj ky patimari ti fusin qeveri këta? Ti japi punë administratë. O çan, e kupton ti që kanë ndrru 3 drejtora spitali për 9 muajve? Të spitali më të madh vendit. Ore si e bën ky protestën të zbehet valla? Ky nuk e Po të bën më thuash? ky nëse ky vazhdon kështu dhe i bën këshillik, protesta do zgjerohet dhe nuk zbehet. Pa po atëherë ç'duhet të bëj pra? Duhet ulet dialogoj me këta njerëz vëlla, jo ti bëj këshillik ti thotë un kam 800.000, ju edhe qofshi 500.000 unë s'u pyes, nuk pyes për ju, s'është ai muhabeti që thotë, po që unë se them se është banal, domethënë që spje. E tani mos bë vetëm mua, se unë nuk jam banal valla. Jo, ajo shprehje është, jo thash. Cila që ha Ti shko thuaj që hapi ky spje. që s'pjerdh. Ha. Pse pjerdh është banale? Po banale. Po jo, po e futen kontekst nuk është. Ja. Po edhe s'pjerdh nuk pyet. Jashtë kontekstit është banale. Ne të lutem, ne jemi të dy të njerëz shkolluar apo? Po tash ky A mendon çani, a mendon ta marrësh agenti iranian i Ramsi Bashkimit në to- Evropian duhet të ketë një informacion më shumë. A mendon ta marrë Ramsi në këtë moment e thon telefon dhe ti kërkosh timonin që i ke dhënë? Jo, nuk e mendoj fare. S'më thot asgjë. Fare. Dhe që s'ka nevojë njerëz, se ai ka grupin e vet të njerëzve. I ke parë ç'dalin në ekran mo? Si ke parë? Se për shembull këta njerëz për shembull, unë jam i bindur se kanë fuqi ta ulin protesta, do pësojnë, ta përçajnë. Se kanë ulur tash çan. Tani mos është fillimi apo? Po pse ç'a ka ndodhur? Ka 6 ditë, ditën e 6 parë. ditë, po mirë është 7 ditë, nesër është dita 7 fiks. O, Se unë kanë po ulur, them, përkundër dy- ti vetë më the tash, se unë se kam ndjekur, se kam punë, do merrem me punë gjatë ditës. Ti vetë më the tash u bë këtu, u bë atje, më thën Korç pa. Janë live-ën për tani. Të dalin korçarët, e di ti se ti e di që unë e njoh mirë Korç. Po, qytetar. E di që korçarët janë shumë qytetarë, shumë të mel, nuk dalin në protestë. Me të Kulla, ky ka, unë vura re që ky ka dy njerëz shumë të fuqishëm, vlla. Ata kanë fuqi bindse për njerëzit shumë. Është një Haleb Idea, se nuk ja di mirë emrin dhe mbaj mend që i fillon me B, po Kjo është Korça. Haleb Idea, shive Korçën. Është një Haleb Idea ti, Kulla. Është dhe i tjetër që ka një fytyrë ujku, e ka dhe të shtrëmbër, fytyrën e ka kështu. Haleb Idea njëri është ai që i dalin syt kështu, njëri dalin si kështu si. Si njëos. Është kështu, është njëri që dal kështu. Se di Është një se skizofren. Ky tjetri po i shika në ekran vlla. Nuk linin njëri të flisnin vlla. Po shumë mirë e bën. Ky tjetri Ata si është- lënë flasin në ekran, këta dalin flasin në rrugë. Ky tjetri është nga Kosova dhe është ka ardhur me urdhër për të, ashtu se ky e mbron hapur. Shumë mirë. Si e ka ky morti Ledio?
Ky ka një emër Zogu dhe ky. Ne dhe Kosova një jemi, po ata si lënë Ka një emër Shpendi. Ata si lënë flasin në televizor, këta dalin e bërtasin rrugë. Kështu që ka në rregull jemi. Ta kam llafin që Rama vlla ka njerëz të njohur, të cilët i dalin në mbrojtje. Nuk ishte më kush televizionin çan se rrin gjithë ditë, është populli TikTokut ky çan. Është populli TikTokut. Ç'a punë e madhe, si shefti, ç'a do mbylli prap TikTokun, le ta mbylli. Do ka rrjetet e tjera sociale. Kjo është arsyeja pse vjet në zgjedhje e kishte frikë TikTokun dhe mbylli ja ku. Kështu që ja ku ç'a do bëj? Do mbylli TikTokun. Ç'a do bëj? Ora është zonja Zotrin 21:48 minuta. Ky është momenti them u lediot, kalojmë tani të bëjmë një xhiro urgjent në një tjetër fabull se revolucioni i flamingove do kthehet pas një 15 minuta shkolla do iki se ka angazhime. Dhe në studio do vinë 3 banda e emisionit tim, pra Flogert Muça, Marsit Gupi, Sebastian Zonja, sonte vjen dhe Arlind Qori, që me siguri vjen direkt nga protesta. Po, tani kulla bëjmë një xhiro them unë edhe pse mund të vazhdojnë me këtë çështje, po më duket se do vini vërdall kot për kollapsin. Po vjen Arlindi nga protesta normal që është më mirë ai, unë s'kam dalë protest. Jo, po kemi lënë oraru por. Është ai normal që është më i rëndësishëm se po vjen nga protesta normal. Kulla, shisat bukur janë. Flamingot. Flamingo Operation. Amadeo thot, në emisionin e fundit të bëri dikush një mesazh që e le anonim, thot. Ai ishte ish drejtori, po sigurisht që nuk e thash anonim, sepse nuk shumë mend ta themi. Kur dalë një protest, do ta them. Dakor? Po, ishte një... Po tani se them, sepse pastaj e dekonspiroj. E ka mik. Nuk shiten mik si mendoni ju. A mendon Kulla, thot Gimi, se Edi Ramës po i kthehet në kosto politike hiçi për Donald Trumpin? Po i kthehet në kosto politike nga hiçi për Donald Trumpin në këtë vit, zgjedhon në Amerikë hiçi. Ç'do të them? Se di, nuk mendoj që... Gimi i ka shuar gabim. Jemi aq... Kosto politike nga hiçi. Jemi aq të rëndësishëm në shqiptarët. Bravo. Ju përshëndes miqësisht. Mendon Kulla për investimin $26 miliardë është Putin për pavdeksin? Po, se është folë dhe kjo në fakt. Kulla ka qenë lajm të ditë. Shiko, më mendoj që edhe ky është një nga ato fake newset e mëdhenj. Putini është besimtar ortodoks edhe unë e kam nga më shumë burime të konfirmuara dhe zakonisht besimtarët besojnë që puna e jetës dhe vdekjes është në dorë të Zotit dhe jo të makinave. Nikos Milos do të jetë ky. Që nga gërma greqisht drejqe, po unë s'di të lexoj greqisht. Që mendimi ka, thot, që mendimi ka Kulla, thot, me protestën, që mendimi ka Kulla për protestën, e ka shuar me që gabim, për protestën në Maqedoninë e Veriut. A ka lidhje me këtë që po ndodh Shqipëri? S'ka lidhje me këtë që po ndodh Shqipëri. Jo. Albani thot, përshëndetje nga Prishtina, a është e vërtet që Izraeli do ta pushtojë Shqipërinë siç kanë panë disa harta në protestë? Ja, kjo është një broçkull e tmerrshme, për shembull. Se ka kush fare më... Mi mbrëma Çani, pyete Kullën, sa shanse ka të bjerë qeveria? Problemi nuk është sa shanse ka të bjerë qeveria, problemi është çfarë ndodh nëse bie qeveria, pse shkojmë zgjedhjet parakoshme apo bëhet qeveri tjetër. Dhe nëse bëhet qeveri tjetër me këtë parlament, tregon që ky sistemi politik vazhdon ngelet në duart e këtyre dy partive të mëdha ose të kësaj partisë së madhe. Problemi është çfarë bëhet, pra, prandaj thash që këtu nëse ka një marrëveshje do të ketë marrëveshje për sistemin, po që nuk është rënja e qeverisë që zgjidh, është Klajdi thot, pyete pak për sistemin politik. Pyete pak Kullën, thot Klajdi, po policisë kush i tha që të rinte duar kryq kur ai i sigurisë private mori qytetarin zvar? Ky është problemi që ne kemi parë kemi muaj të tërë që shohim probleme të rënda me policinë nga jugu në veri dhe kjo është arsye pse janë ndërruar shumë drejtorë policie në shumë pak kohë. Andi Drapi shkruan te QR kodi, jam duke lexuar mesazhet për gjithë që mbërrini tani, por lexoj mesazhet e shumë njerëzve që shumë teleshikuesve të emisionit Zonë e Lirë që shkruajnë te ky QR kodi këtu në ekran, kanë bërë një skanim me celular, marrin celularin, e hapin te foto, shkojnë atje, pa skanojnë, bën një login është i thjesht fare dhe shkruani këtu. Dhe ju falenderoj që jeni të zgjuar dhe bëni vetëm pyetje, më pëlqen. Çani në rast, Andi Drapi thotë çani në rast se formohet një qeveri teknike jo e lidhur me politikën e tanishme, sipas Ilirit, kush mund të jenë disa nga përfaqësuesit?
nuk ka qeveri teknike, qeveritë janë gjitha politike, sepse qeveria merë në parlament. Çështja është për çfarë mund të ndërtohet një gjë e tillë. Pra, nëse nuk bien dakord për rregullat e lojës, atje është pa vlerë. Domethënë, ki parasysh është një parlament ku 83 vota i kontrollon Partia Socialiste. Kështu që kjo është arsyeja pse njerëzit kanë dalë në rrugë dhe pse ata kërkojnë të parën gjë dorëheqjen, sepse gjithë problemi është tek sistemi politik, pra që të jemi të qartë. Edhe nëse do ketë një transformim, ai transformim nuk bëhet dot pa Edi Ramën. Po sigurisht. J.C. Kelly thot, mirëmbrëma, mendoni se qeveria do të fuqizohet, do të bëhet akoma dhe më arrogante nëse kjo protestë dështon? Mendoj që Po. Jo, mendoj që Edi Rama do ta lexoj pastaj dhe do ndryshoj shumë gjëra gjithsesi, sepse i pa që njerëzit dolën në rrugë. Po edhe sikur të dështoj protesta, u tregua ajo që shpesh ne kemi thënë që këtu nuk reagon njeri, që këtu nuk reagon njeri, që këtu pra ka njerëz që reagojnë, dhe mbi të gjitha mendoj që në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të jenë atje, do kemi një parti tjetër shumë më të madhe, shumë më të fortë që do përfaqësojë të tjerë njerëz. Erioni nga Dimali pyet. Dimali ku bie vëlla? Në afër Beratit. Mirëmbrëma, kam bi 20 vjet që të ndjek, thot Dimali. Të lutem pyetje Bakullën, si ka mundësi që askush nuk thot se Ramsi nuk është transparent me çdo projekt strategjik siç e quan ai? Po e tha shumë, pra duhet transparencë, si se thot. E kanë thënë shumë njerëz tani Dimal. Dimal them unë, Erion. Kelly thot, përshëndetje Çani, pyetje Bakullën, është e vetmja protestë që ka marrë një ndërkombëtare të fuqishme nga media si CNN, BBC, New York Times, media europiane, amerikane, aziatike e tjerë. Çfarë efekti pëson Shqipëria me anë të këtij promovimi në aspektin politik? Shiko, protesta më e madhe që është bërë ndonjëherë dhe që ka marrë vëmendje ndërkombëtare ka qenë protesta e 2 marsit 2020-s, që ishte para Covidit, në kohën e protesta që thirri Ilir Meta. Po ishte një protestë për një çështje të caktuar. Kjo është një protestë që vazhdon dhe ka ekskluzivisht entuziazëm, dhe unë mendoj që arsyeja pse ka marrë vëmendje ndërkombëtare lidhet me abuzimin me emrin e Jared Kushnerit, i cili është dhëndri dhe këshilltari i presidentit Amerikës. Asgjë më tepër. Qartë. Po jam i bindur që 95% e njerëzve që kanë dalë protestë nuk ka shkuar në erë zvërnet. Enrik Hasa nga Durrësi. Enrik Hasa shkruan, Çani, po sikur ta ketë organizuar vetë Rama njësoj si me protestat për armën kimike, thot. Në këtë rast, mbas një kohe të gjatë protestash, Rama do të shitej si njeri i popullit, dëgjon protestën e popullit për popullin. Kjo sepse siç kam shkruar dhe herë tjetër, lufta është në Bibël, dhjata e vjetër versus dhjata e re. Të krishterët dhe Rama, ashtu si Bashkimi Evropian, janë pjesë e dhjatës vjetër, popullit të Izraelit. Nëse Amerika e Trump sot është me forcat e krishtera, dhjata e re. Kjo do ishte një goditje imazhit familjes Trump, duke marrë parasysh honën ndërkombëtare të madhe që po bëhet në botë. O, bëbëja, ke shumë të gjatë o ti... Edhe këtu s'qen ka keq në fantazi. I pëlqen këtë Lala Thomaj, çdo shqiptar ashtu si unë, tek të reqja zvarë qytetari Zvërnes përjetoi për së dyti gjithë rastet pa fund ku janë të requr zvarë për dëshmërinë e tyre. Ka ardhur Arlindi? Ha? Jemi gjithë. Okej. Jetë mirë leka, i thotë mirëmbrëma, një pyetje kisha mos valla të 4 miliardë euro që do investojnë një aparat që Rama u ka vjedh ndër vite shqiptarëve. I madhje. Që ke i zgjuar? Diogeni Sinopos, me këtë e mbyllim gjithmonë. Me zotin Kulla jam dakord që protesta nuk ka organizues, nga faktorët e jashtëm, por cili është kundër argumenti kur u përmend gjithë ato akaunte false dhe buca nga shtetet e tjera, Greqi, Iran, e tjera. Ore, ka njerëz që rrinë gjithë ditën në internet të punë bëjnë, o thosh. Se kam punë tjetër, tash këtë po të them që kur i ke lënë njerëzit jashtë sistemi, këtë punë do bëjnë atë në gjë. E diti sa kështu, sa sharje kam unë herë pro, herë kundër në internet nga njerëz që as i njoh as i di. Kulla, fe mos zbërtasin se hyjet në atë, ndërhyjet mikrofon. Kulla, unë personalisht jam që këto protesta qytetare, të qeta, ku s'ka as polica asgjë dhe që ka shumë njerëz dhe gëzojnë, janë të gëzuar atje, ka një lloj entuziazmi. Unë ja u dhash një këshill modestisht, se kush ja mund t'jap këshilla, kupton, s'jap këshilla, po mua s'do pëlqente mua për shembull. Është që këtu mos kishte fare fjalimet, kishte vetëm njerëz si lëdri me njëri tjetrin pa zhurmë, dhe mos fliste asnjë për rrinë pa fund. Po ata duan fjalime se për atë punë ka shkuar atje, se partitë nuk i japin hapësirën, dhe ata ka shkuar, s'ka nevojë për parti, flasin drejt për drejt, dhe këta ja kanë mësuar populizmin. Se këta ç'a bën, asgjësuan partitë,
as jesun votën, as jesun tha partia është një njeri, edhe PD dhe PS, edhe mësun dhe këta dhe kanë njëtë një populizmin investuar, populizmi pëmbore. E me i datë mua që më pëlqen shumë heshtja. A mu të mbyllim të interviston të kulla me heshtje duke parë njëri tjetrin sy? Të flasim me heshtjen e dy. Po.